Po, zonja Ajten, për shembull magneziumin e gjejmë në forma ndryshme, si pluhur, si tablet që shkrihet në ujë, si tablet me fervete, po. Tash hajde ta ndajmë, kjo si pluhun, për shembull, magnezi si pluhun. A duhet ta gëlltisim ashtu pa e përcjell me ujë apo duhet ta prandaj thuhet magnez direkt. Zakonisht e rekomandoj magnezit direkt. Vendoset në gojë, po zakonisht vendoset në dërgjuhë. Se janë fijet nervore që përthithen më shumë edhe ndikojnë më shpejt. Edhe e kemi vërej se zakonisht krejt e konsumojmë magneziumin edhe vërejmë ndjesin. Si ta pimë dërgjuhë direkt kemi një farë energjie. Tjetër. Po, e ferveta zakonisht shkrije në një gotë ujë, ato kanë sasi më të vogël. Po më varet edhe prej brendeve. Po, më varet, për shembull, këto që shkrije në ujë janë kryesisht 200, 250, janë më të vogla. Po, më të vogla, sasia. A ka rëndësi gramt me ujin, sasinë e ujit që e tretim, për shembull, një gotë e tillë uji. Po zakonisht... A është shumë për një magnezium ose një vitamin C që është 250 gram? Po tash, a di si receta gjysheve, po them. Në qoftë se dojmë dozë, s'kena mundësi me ble, për shembull, magnezium të shtrejtë. Po? E kemi magneziumin 240 mg. S'kena nevoj me tret në një gotë ujë. E tresim në gjysmë gotë ujë. Gjysmë gotë. Ajo gjysmë gotë ujë e ka koncentrimin më të madh. Edhe ndikon më shpejt. Edhe ti e ndjen një farë relaksi të muskujve dhe të komplet sistemit. Vlen me përmend, për shembull magneziumin, nëse bëjmë analiza gjaku. Magneziumi në gjak është vetëm 1%. E kështu nuk dalin analizat e sakta për prezencën e magneziumit në organizmin tonë. Edhe gjithmonë kur bëjnë analizat thonë jo magneziumin e kam mirë. Do me thonë vlerat reale për magneziumin nuk dihen. E vetmja mundësi është kur e merr e ndjen që je mirë, do me thonë ki nevojë për magnezium. E qartë.